Thonë drejtën jena shumë gëzuar sepse është një punë gati 8 mujore e klubit tonë për organizuar këtë ndeshje me klubin Atletico Madrid, një klubit më të mirë në botë, sidomos me akademinë e tyre, si është në 2-3 akademitë më të mira në botë, sipas specialistave. Do të falenderoj me thonë drejtën presidentin Xhaferi, sekretari i klubit Blendibra, drejtuesi i akademisë, që bëhet mundin me organizuar këtë ndeshje shumë të madhe, ndoshta ndeshja më e madhe e akademisë tonë. Dhe jam i bindur dhe shumë i gëzuar sepse fëmijët të lozin edhe një ndër ndeshjet më të bukura dhe një ndër akademitë më të mira. Gëzuar sepse jo gjithë sportistat mund të bëhen futbollista, mund të kenë edhe rrymat e tyre në jetën e tyre, por do ta marrin mend sepse ka lidhje me ekipet më të mira në botë dhe kjo i shërben akademisë tonë dhe sepse është puna thashë kanë e madhe sepse ata kishin nevojat e tyre për ditë për klubit tonë dhe i përshtatet klubit tyne, por dihet sepse Vllaznia është emri më i madh në Shqipëri dhe vetëm ekip Shqipëri si Vllaznia mund të përshtat këtij klubit të madh. Kemi qenë para një viti të ftuar në ECA dhe ishim të ftuar tek Atletico Madrid dhe aty kemi bërë fillim marrëveshjet dhe bashkëpunimin me dy klubeve. Janë me thënë drejtë në nivel tjetër totalisht, sepse duke pas parasysh kompleksin e tyre, vetëm kompleksi i tyre ka 12 fusha dhe atë mund ta quajmë stadium, se nuk ishte kompleks. Dhe ustovicin gati 500 fëmijë në ditë dhe gjeneraret ustovicin 500 fëmijë çdo ditë dhe çdo gjë tjetër standard do të jetë e mirë organizuar. Jam i bindur sepse kjo grup mosh janë 5-6 lojtarë që janë të gjithë kombëtare dhe shpresojmë që ditën e mërkurë pas ndeshjes 19:30, ditën e ete kemi një salë stërvitore dhe do të jenë gjithë pranishëm, gjithë drejtuesit dhe gjithë tani të akademisë Atletico Madrid për me pa në element që mund të shërbejnë atyne edhe ne edhe fëmijëve. Po dje, si ju dini, ka një email zyrtar si ekipi Juves U11, Juventus, do të jetë i Safirion në Shkodër në mars për me zhvilluar një ndeshje me U11 e ekipit Vllaznia. Po ashtu në mars në Villarejo, siç e përmendëm më parë, duke pas parasysh ekipi bën një ndeshje shumë të mirë dhe jemi ftuar për U18-ën, jemi ftuar për kampionatin botëror të U18-s në Villarejo nga data 9 deri 20 mars. Në prill kemi një ftesë zyrtare nga Glasgow Rangers për ekipin e U15 dhe po ashtu me ekipin e Udinezes në maj jemi ftuar me ekipin e U17 për një ndeshje zyrtare fitore në Udine dhe do të kulmojmë me U18 dhe U19 dy ekipe për në Nottingham Forest në qershor, që përsëri na ka një ftesë zyrtare. Pra jemi duke dhënë një rëndësi shumë madhe ndeshjeve ndërkombëtare, ku thash si se theksuar më përpara sistema Vllaznisë bën më një krenar sepse çdo kush që hyn për me luajtur me ekipin e Shqipërisë, Vllaznia është e para që ne mundem të marr pjesë. Tam drejtën është diçka e veçantë sepse jo shumë herë vijnë këto ndeshje, qoftë edhe ne si drejtuesa, qoftë edhe për sportistat, por unë jam munduar me folja edhe me sportistat edhe me ekipin që duhet losin futboll. Tregojmë që Vllaznia është emri i madh në Shqipëri dhe sa herë që përmendet emri Vllaznia është gjithmonë në nivel tjetër me akademi të tjera dhe shpresoj që të japin maksimumin edhe të shohin edhe fëmijët se si funksionon futbolli nëpër botë. Edhe ta shijojnë këtë ndeshje sepse nuk vjen gjithmonë, është diçka që duhet ta kenë kujtim gjithmonë. Them drejtën rrinin pyesin sepse unë e kam pa kompleksin atje, e kam pa disa stërvitje të U15 e U14 të Atletico Madridit kur ishim në qershor vjet dhe unë jam i mendimit që diferenca mes Atletico Madridit dhe ekipeve të tjera që është Shqipëria, si që ekipet shqiptare janë thjesht fushat edhe kushtet e stërvitjes, sepse mendoj që trajningu në Shqipëri është zhvilluar shumë edhe duhet kenë besim edhe kushte për stërvit. Por gjithsesi, unë nuk do them që do përballen atë barabartë me Atletico Madridin, por duhet kenë besim edhe ta shohin se si funksionon një akademi futbollit, siç është Atletico Madrid. Unë kam besim, them drejt kam besim sepse U14 jonë është një ekip shumë i mirë, me elementa shumë mirë, edhe nëse ato përqendrohen e japin maksimumin për çdo stërvitje dhe janë durueshëm me presionin jashtë fushës, sepse presioni jashtë fushës shumë herë ndikon që sportistat mërziten edhe largohen nga futbolli. Direkt përshëndes në fund dhe prind, si ka një rëndësi shumë veçantë këtë aktivitet. Çdo aktivitet tjetër që ishin gatshëm të bashkëpunojmë me ne dhe i falenderoj jashtëzakonisht shumë nga ana e klubit. Disa prind do të jenë prezent në Madrid për një këtë eksperiencë shumë të mrekullueshme.